Dje rreth orës 18 në rrugën Tetov Gostivar, zyrtarët policor nga SPB Gostivar privuan nga liria një 40 vjeçar nga fshati Gjurgjovisht, rajoni Gostivarit. Gjatë një kontrolli në komunikacion, ata ndaluan një veturë të tipit Ford me targa të Gostivarit, të cilën ai e drejtonte, dhe pas masave të ndërmarra u konstatua se nuk posedonte leje drejtimi. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Dje në ora 18:40 në pikën kufitare e Azhinc, zyrtarët policor privuan nga liria një 48 vjeçar nga fshati Radush. Gjatë kontrollit kufitar u konstatua se automjeti tipit Tiguan, që ai e drejtonte, kërkohej nga Interpol Gjermani. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë kallëzim përkatës. Dje në orën 20:29 në sektorin për punë të brendshme Gostivar, nga qendra urgjente Gostivar është raportuar se tek ata është sjell pa shenja jete një 28 vjeçar nga Shkupi, i cili më parë kishte probleme shëndetësore. Mjeku ka konstatuar vdekjen, ndërsa me urdhër të prokurorit publik do të kryhet obduksioni.